ajo nuk krijon thjesht veshje, krijon emocione që vishen. Edona Mustafi është stilisja që nisi rrugtimin me fustane për fëmijë dhe linjën e ëmbël nën vajzë, një linjë shumë e ëmbël që ne të gjithë ndoshta ndonjëherë që do ëndrojmë të kemi vajza, ëndrojmë të vishemi si ta, por shpejt ajo zbuloi pasionin e saj më të vërtet botën magjike të baletit nga një koncert i rastësishëm e deri tek bashkëpunimet me 3 studio baletin e Maqedonisë dhe projekte në Kosovë. Edona sot është kthyer në një emër të dashur për të gjitha ato që duan elegancë, ndjeshmëri dhe estetik në lëvizje. E qetë, përkushtuar dhe pafundësisht kreative, ajo është një shembull se si pasioni e gjen gjithmonë por gjithmonë drugën drejt suksesit. Edona, faleminderit që erdhe tek ne në studio për të treguar dhe për të rrëfyer gjithë rrugtimin tënd dhe arritjet e tua të deri tanishme. Faleminderit juve për ftesën, përshëndetje gjithë. Edona, ta fillojmë me rrugtimin e parë, me dëshirën tënde për stilimin dhe modën. Si lindi dëshira? Jam e bindur se që nga fëmiria, apo? Po, patjetër. Që nga fëmiria, do me thonë, kur lyshim me kukulla, i mersha teshat e mia të vjetra, edhe ju qepsha kukullave, pastaj normalisht zhvillohet ajo me kalimin e kohës. Ke qenë edhe tek shkolla e të madhit Izet Curi. Si ishte kjo eksperienca, përvoja atje, se tani pak para emisionit e kuptuam se edhe atje jemi takuar kur e kemi zhvilluar një intervistë të shkurtër para 5 viteve. Po, atër ke qenë vetëm 17 vjeçë, një vajzë që ndoshta mos më keq kuptohen dhe nuk e din se çfarë don me jetën, se është mosha më delikate për të vendosur profesionin e jetës, pikërisht është mosha e rebelizmit, 6 vjeç, 17 vjeçare, kur ti mendon një herë dën të bëhesh profesoresh, pastaj dëshiron mjeke, pastaj modele, pastaj gjithçka tjetër. Po si thash se kam pas kahin edhe prej fillim, prej e vogël, shumë e vendosur isha se doja të shkoj edhe tek instituti Izet Curit, që i shikonim normal se si punojnë me metodat franceze, krejt do me thonë ishte ma i miri në Ballkan. Në atë kohë po besoj edhe tash, edhe normalisht ishte një ndjenjë jashtëzakonshme ti jesh aty bashkë me profesorin Izet Curit të ti mësoj gjitha ato metodat. Ishte një ndjenjë shumë e mirë, jashtëzakonshme. A ka luajtur rol edhe shkollimit tek Izet Curi në përforcimin tënd dhe në rrugëtimin tënd profesional edhe në stilin tënd të modës? Se secili kreator e ka një stil më unik, secili është i dallueshëm. Po, normalisht. Në profesion normalisht që ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, po në stil na kanë lënë të jemi shumë kreativa. Në stilin tonë, po shumë vetja, do me thonë nuk ka ndërhyr askush në diçka të thotë do me thonë ta bësh kështu ose ashtu, çdo herë vetja kemi qenë në krijim. Është më e lehtë kur dikush të lën të jesh vetjan. Po normalisht. Gjithmonë ndërhyrjet janë, ti nuk i sheh me atë sy, ti ishe me sy më kritik, pastaj nuk del ajo që. Normalisht është më e lehtë kur je vetja, kur mundesh ta krijojsh edhe normalisht nuk ke kritika negative, po vetëm pozitive. Po, vlerësimet janë gjithmonë. Vlerësimet janë gjithmonë pozitive. Nëse ndërhyjnë, për shembull, t'japin edhe ty pak stres, ndoshta e bën gabim, se ti në atë kohë je në konflikt. Nuk e din se çka bën. Edhe kur të lën e lirë ti jesh në atë që e bën, normalisht është shumë më e lehtë. Do me thënë je pak më e lirë në atë që e bën. Me shpirt të lirë je për të punuar ashtu siç don ti. Mbaroj shkollimi, mbaroj rrugtimi yt profesionalisht, të them, e mbarove edhe kursin tek Instituti Izet Curi. Cile ishte edhe vepra yte e parë, cila ishte qepja yte e parë? Qepja e parë normalisht ka qenë për ekspozitat atje, pastaj pasi dola prej atje, normalisht për vete, njëherë të testojsh materialet, ta testojsh pak se çfarë njohuri ke marrë, çfarë mund. Deri ku jam, po. Po, normalisht ta testojsh veten për familjarët, pastaj normalisht edhe për klient të njohur normalisht në fillim. Kështu ka fillu do me thonë pas shkollimit. Ajo që neve na intereson, i kemi mbrapa në sfond, i shohim edhe ca foto të bukura të cilat ke krijuar ti. Si lindi puna për fustanet me fëmijë fillimisht? Për fustanet me fëmijë kam filluar do me thonë ta provoj thjesht se si mund dalë një fustan për fëmijë. Pastaj shikova se më pëlqen shumë ajo puna se puna e realizimit, pastaj se si del fustani kur e shikon fëmijën duke qesh, pastaj e vogël shumë e veshur me fustanin që e ke kriju ti, edhe e kuptova se më pëlqente shumë të krijoj fustane për fëmijë. Dhe më pastaj e linde idenë nën dhe vajzë, një ide shumë kreative dhe shumë e bukur, sepse sidomos në për fotosesione mundohemi që nëse nuk e kemi të njëjtin fustan, të paktën me ngjyra, me tonalitet, një detaj i vogël, po që thua ta kombinojmë edhe me shoqe e jo më me fëmijë, me vajzën tënde, sidomos në ditët më të veçanta, në ndonjë ditë lindje apo ndonjë ahenj. Ktu si lindi idea? Kjo lindje, kështu do me thonë lindje dhe ideja. Kishe kërkesa apo vetë nga vetja? Në fillim ishte ideja ime, do me thonë se më pëlqente kombinime i fustaneve.
si që bëhen edhe në për koleksione normalisht. Pastaj i krijova disa fustane me kombinime, edhe e pash se kishte edhe kërkesë nga klientët, normalisht të pëlqenin, i merrin më shumë për ditëlindje, fotosesione, për këto edhe kështu lindi edhe kjo ide. A e bën më të veçantë këtë nën vajzë me punët tjera, me dizajnet tjera, apo? Po normalisht është pak më e veçantë, për arsye se e ka edhe një lidhje që krijon në një moment shumë të veçantë. Na trego për momentin ti kur u kontaktove edhe nga studioja e pare baletit, sepse ti tani më shumë je fokusuar tek baleti. Baleti është një ndër sportet më të veçanta për vajza. Nuk e di që vogël vajzat e baletit e kanë një bukuri, një fines në vete të them, dhe ajo linja e trupit, paraqytja e tyre e drejtë, edhe gjithmonë të le një mbres shumë të bukur. Ti e ke nderin, ke knaqësin, të shofish ato nga afër, po më e rëndësishme është ti përgatisish ata që në mënyrën sa më të bukur të dalin ata në skenë. Si u kontaktove? Atëherë ishte një emocion shumë i jashtëzakonshëm në momentin që u kontaktova, sepse më parë nuk kisha punuar, edhe për atë arsye ishte shumë një ndjenjë e mirë që të kontaktohem edhe ta provojmë, krijojmë ishte një koncerti i parë që kemi punuar, domethënë, një studio prej tetove. Edhe kështu filloj edhe ajo, domethënë, të krijojmë veshje për balet. Këtu nuk ndalë? Ti pastaj u kontaktove edhe nga dy studio tjera, në Shkup, domethënë. Pastaj edhe me ato kështu filloj, domethënë, na ndihmojnë tash shumë edhe rrjetet sociale. Po. Na ndihmojnë shumë edhe aty, domethënë, e kanë pa normalisht se kemi punu me veshje baleti, edhe hapa edhe një faqe për balet, edhe kështu vazhdoj, domethënë, u kontaktova edhe prej këtyre në Shkup, prej dy studiove në Shkup. Kemi edhe ca video ku puna jyte po prezentohet, si po ndihesh për moment që i sheh në ekranet televizive punën tënde. Të besohet se jeti ajo pas atyre... E shef një copë tënde në aty pastaj. Më thuaj, ishe skeptike në fillim se do kërkohe shumë, apo e kisha atë optimizëm në vete se do ja? Normalisht, pak është në fillim se a do pëlqehet, e ke një farë... Stilja do pëlqehet, puna, gjithë shka, pastaj se si do reagojnë njerëzit, po pastaj zhvillohet edhe kjo normalisht me kohën, edhe tash jam optimiste normalisht. Po, pa dyshim. Çka të merr më shumë kohë, një veshje nën-bi apo një veshje baleti? Normalisht një veshje nën-bi, pasi ka më shumë detaje, janë edhe dy, për shembull të duhet bëhen një për të rritur, një për fëmijë, merr pak më shumë kohë, por normalisht e ka kënaqësinë edhe vet ajo. Po, më thuaj, ti përpos Maqedonisë ke arritur edhe në Kosovë? Po, kemi krijuar për një shfaqje baletit në Kosovë që pritet javën e ardhshme ta shohim. Do shkosh deri atje që ta ndjekish, se jo, në fund të shfaqjes, të duar trokisish vetes dhe gjithë punës që ke bërë. E dona je shumë e re për gjithë këtë arritje dhe gjithë këtë punë. Mendon në Suaza ndërkombëtare të dalësh nesër, pse jo, në një të ardhmen shumë të shkurtër, sepse je shumë e re. Po, normalisht. Mosha ty po të pse jo në të shumë. ardhmen, mund të bëjmë diçka edhe ndërkombëtare, do kisha shumë dëshirë normalisht, si çdo kush. Cila është dallimi mes barrës për shfaqje artistike dhe barrës për punë normal, për klient të normal? Po, normalisht për shfaqje artistike është një përkushtim pak më i madh, mund të them, se normal dalin në skenë, është një publik më i gjerë që i shef, duhet edhe t'jen rahat që mos ndodhe diçka në skenë, po t'jen edhe të bukura për t'i parë. Ideja ti japin nga baleti, apo ideja ti ja u jep ti? Bashkëpunojmë me baletin, do me thonë, tregojnë çfarë teme kanë ato ndonjë ide, kemi edhe ne ndonjë ide, pastaj i gërshetojmë ato idetë edhe del diçka e bukur besoj në fund. Përveç baletit, përveç kreacioneve për fëmijë, ti punon edhe me faqe online, e përmendje edhe vetë, edhe për njerëz të rëndom, për shembull, si puna ynë, që dëshirojmë të qepim diçka, mundemi t'i drejtohemi e donë. Çfarë kërkesa ke më të shumta? Më shumë janë kërkesa, do me thonë, për fotosesione, për ditëlindje, edhe verës për dasma normalisht. Dasmat verës. Tani, nga e kaluara, deri më tani kemi stile të ndryshme, edhe sa do që ajo ekstravaganca mundohet të del në pak, unë mendoj se klasikja gjithmonë do ngelet ajo dhe elegantja më e bukur. Cilit mendim jeti? Normal, klasikës nuk mund t'i ikim asnjëherë, ne, po normal ka edhe shumë kërkesa ekstravagante që i pëlqejnë, do me thonë, më shumë për fotosesione. Ndërsa për rastet për ditëshmërisë ose për dasma i duan më shumë klasike, t'jenë edhe më rahat normalisht.
Cila mas më së shumë ti të kontakton online? Baleti, nën-bi, për fëmijë, apo klientët? Tash më shumë jemi të fokusuar të baleti, po normalisht ka edhe shumë kërkesa për nën-bi, për ditëlindje, për gjithë shka. E pyeta para emisionit, thash, tani për matura, tha nuk kam as kohë deri. Jo, nuk ka as pak kohë as për maturat, se tash janë maturat do me thonë. Tash jemi duke punuar për 3 koncertet, edhe nuk kemi hapësirë për matura, për diçka. Në suaza vjetore, sa koncerte mbahen nga baletet? Apo varsisht nga? Do me thonë 2 koncerte i kanë, në qershor edhe në dhjetor. Dhe ti atëherë je, mbyllet telefoni dhe Dona nuk ka asnjë personale. Jo, as pak. Më thuaj Dona pse që parës përmende se duhet të kesh edhe një bar në vete kur bën edhe veshje për balet që gjithçka të del në rregull, që edhe ata të jenë rehat edhe mos të ndodh asgjë në skenë. Cilat janë materialet dhe teknikat që përdor për të siguruar veshjet që të jenë jo vetëm estetikisht të bukura, se janë shumë të bukura veshjet e baletit, personalisht për shijen por edhe funksionale në lëvizje, sepse kanë lëvizje të shumta, pam edhe në patinazhe të ndryshme, vajza që kanë veshur veshjen tënde. Aty janë lëvizjet jashtëzakonisht shumë të ndërlikuara. Çfarë metoda përdor që gjithçka të jetë në rregull dhe mos të lihet në vend faj, po fustani ma bëri. Ja, po patjetër. Atër materialet duhet të tjenë normalisht shumë elastike, edhe të buta që të rinë rehat, po njëkohësisht edhe të mund të bëjnë lëvizje, do me thonë si që është baleti, patinazhi, duhet të jenë shumë rehat, edhe të jenë shumë elastike materialet. Ti këto materialet i gjenë këtu, apo del edhe jashtë vendit? Më varet, do me thonë, diçka mund gjemë këtu, diçka jashtë vendit, më varet se çfarë kërkohet, çfarë na përshtatet. Pretendon të hapësh një studio të andën të madhe? Besoj se po, në të ardhmen. Do jemi të ftuar në Esti Media në atapje dhe ta shohim nga afër se si duket. Dua që ndonjëherë kur të keni një grup baleti të naftoni Esti Media dhe të vim aty t'i shohim edhe nga afër se si bëhet një veshje e një vajze të baleti, pse jo? Edhe publiku ynë ta shef këtë gjë kaq të bukur dhe kaq magjepse, sepse dëshira për balet te fëmijët është që nga familja. Cilat janë sfidat më të mëdha që i has ky profesion, sepse vinë kërkesa të ndryshme, ndonjëherë vjen një klient që as nuk e din çfarë don, por dëshiron diçka të bukur. Dhe ti ja bën atë gjën më të bukur të mundshme dhe prap deli pa kënaqur. Vjen dikush që është edhe më i thjeshtë, çfarëdo që ti bësh, deli kënaqur. Cilat janë sfidat që po normalisht ka zakonisht klientët që talon komplet në dorë ty, gjithmonë janë të kënaqur, edhe ju del diçka mund të them më e bukur për syrin tim, normalisht për shijen time. Ata që janë, po ka edhe klient për shembull që e kërkon fiks atë që e don vet. Ja bën atë fiks që e don vet edhe prap në fund thotë, jo, nuk më pëlqen as shumë, duhet ta ndroj. Ka pas diçka tjetër. Ka mund të bësh diçka pak më mirë. Normalisht ka sfidat e veta edhe kjo, si me klientët, si me punën, normalisht nuk del ndonjëherë edhe si e pret ti, ndonjë material, ndonjë teknik ose diçka. Patjetër provojmë gjithmonë diçka të re dhe më në fund normalisht do del më e mira, besoj. Natyra jote që ka shumë e butë, besoj shumë e sportivitet i menaxhon gjitha këtë gjëra dhe gjitha këto sfida. Në online, shitjet online, e dim se ka raste dhe kur kërkojnë, nuk i marrin. Të ka hasur ndonjëherë një fatkeqësi e tillë? Se shumë ankohen me blerjet online. Fatmirësisht e unë nuk është ky problem, do me thonë mund të them që ka ndodhur ndoshta 4 ose 5. Për gjithë të vite, Për gjithë të vite që janë anuluar, por nuk është diçka e madhe, do me thonë tjerët kreti kanë marrë, din që bëhen, do me thonë me masat e atyre, bëhen special për ato, edhe i marrin për ato syeve, janë më të përgjithshëm, po. Ku e gjen moj vajzë gjithë këtë frymëzim? Ke ndonjë stilist, ndonjë balerin, ndonjë person me të cilin frymëzohesh se ka që re, ka që frymëzuar, e drejtuar si një oktapot në shumë anë dhe në gjitha anët e suksesshme, ku e gjen frymëzimin? Frymëzimi vjen çdo ditë. Nuk mund të them që e kam dikët ose diçka që e marr frymëzimin. Vjen çdo ditë, nga çdo gjë mund të them, nga një film që e shef, nga një muzikë, një këngë, një videoklip, në natyrë ose diçka, kudo që shkon vjen frymëzimi vet. Nuk mund të them që e kam dikët që e kam pa dhe jam frymëzuar. Jo. Shoh gjithë nga pak, domethënë nga vetja. Zgjohesh në mëngjes sot do e provoj këto. Të ka ndodhur ndonjëherë unë ka truri ashtu duke ndetur, vetëm thjesht të provosh diçka? Ka ndodhur edhe pasi kam rat flejt natën, edhe jam zgjuar se kam pas një ide. Edhe jam zgjuar natën, e kam pos skicën, e kam qep deri në mëngjes. Kur janë zgjuar prindrit mëngjes, e kam lënë aty fustanin që e kam bë. E dona tër natën kanë të zgjuar vetëm duke qep. Të prindrit jam e bindur se janë edhe motivuesit edhe ata shtytësit tuat kryesor. Kujt i thotë Dona faleminderit?
të gjithve ata që më kanë përkrahur, normalisht familjes të parës. Edhe gjithë tjerëve, tash për momentin është familja që më ka përkrahur më shumë, normalisht prindrit që i kam pas çdo gjëje, pas çdo detaj të vogël, për shembull, e kam patjetër ta marr konfirmimin, a ju duket mirë, a është mirë, a ka diçka. Ke sy kritik nga ata, e dona kjo është kështu, kjo kështu. Nga babi, shumë. Shumë më shumë, për shembull. I lumt babit, pra. Shumë është sy kritik, domethënë çdo herë, edhe një detaj i vogël duket, thot, ama kjo duket tash këtu, duhet ta shofish mirë, ta rregullosh kot nuk mund. Na duhen në jetë njerëz ashtu. Po, patjetër. Unë mendoj se vlerësimet dhe kritikat negative gjithmonë duhet i marrim nga njerëzit të afërt, sepse ata na e thon të paktën ashtu troq si e mendojnë dhe nuk na lën të dalim blluf para të tjerëve. Ashtu ju kam thënë edhe unë, domethënë ma thoni ju më mirë atë që nuk duket mirë, se sa të ma thonë tjerët. Fiks. Se tjerët e thonë edhe me një negativitet, nuk e thonë edhe me të mirë normalisht. Definitivist, po. Mëse e vërtet dhe jam shumë e lumtur për ty që ke arritur deri këtu dhe të kemi sot në studio për të diskutuar gjitha këto gjëra. Cilat janë ngjyrat më të preferuara? Për balet e dim që ngjyrat më pastele më duket. Po, ngjyrat më pastele ose ngjyrat që bien më shumë në sy, për shembull edhe në neon. A po? Po, patjetër, se duken pak më shumë në skenë ose diçka duken pak më shumë. Po nga fëmijët ngjyra pink nuk mund t'i ikin asnjë. Më duket se njëherë nëse do ngjyrën pink, gjithmonë do e duash ngjyrën pink. Edona, më thuaj për planet e tua në të ardhmen, në një koleksion i dedikuar, veç në një ekspozit, pse jo, apo ndo një markë personale? Në të ardhmen, për momentin nuk jam shumë tip ekspozitash do thoja, nuk është të më pëlqejnë shumë. Ndoshta do doja një koleksion kushtuar vetëm baletit, edhe pastaj patjetër edhe një markë. Po neve vajzave tjera, më Edona. Do më ndonjë edhe për ju në markën që do hapim, besoj. Do pretendon të jenë veshje të përditshme apo kështu fustane pak më elegante? Edhe veshje të përditshme edhe fustane pak më elegante, diçka të kombinuar domethënë për të gjithë, edhe ato që janë pak më ekstravagante, edhe ato që janë më të thjeshta që duan të veshen thjesht çdo ditë. Ju kreatorët keni, për në fund kjo pyetje do të ta bëj shumë personale, ju keni një deformitet profesional, se sa ta shihni një person që diçka nuk po i shkon, me njëherë ju bie në sy dhe syri ju shkon aty. Të duket diçka jo në rregull me mua? Jo, je perfekt gjithmonë. Ta bëj një pyetje trash dhe të vendoj ashtu pak në siklet. Faleminderit Edona që ishe sot pjesë e emisionit, ishte një bisedë shumë e këndshme. Unë besoj që shumë vajza do bëhen si Edona, shpresoj, dëshiroj që sa më shumë zëra të femrave të ngrihen të punojnë për të mirën e të ardhmes tonë, sepse puna yte i ndihmon të gjithëve, sidomos baletit gjës më të bukur që mundet një vajzë ta ketë kaluar nga familja. Unë të uroj shumë suksese në të ardhmen, jo 5 vite mos të shifemi, shpresoj që për shumë shpejt të takohemi për arritjen tënde të radhës, do jemi gjithmonë prapa tejes, ne si shtëpi mediatike për të përkrahur, sepse jemi gjithmonë këtu për të përkrahur të rinjt që janë zëri i popullit dhe janë zëri i dëshirës dhe veprave të tyre që ju vjen nga brenda. Faleminderit shumë juve për ftesën sot. Shpresoj që të shihemi së shpejti. Patjetër. E pra, miqtë dashur, dal nga dal këtu erdhi edhe fundi emisionit tonë. Këtu po e përmbyllim javën së bashku me emisionin Ritmi i ditës, ku na pret një vikend i bukur. Besoj, shpresoj dhe dëshiroj me diell i ngrohtë që të kalojmë kohë sadopak edhe ne me të dashurit tanë, me miq tanë, ndoshta edhe vetëm me veten tonë, duke punuar sa më shumë me mirëqenie, duke lexuar ndonjë libër, duke shkuar në piknik, kushdo si don le ta kalon kohën, po vetëm le të jetë produktive për ta. Unë juftoj të na ndiqni të hënë nga ora 8 deri në ora 10 drejt për së drejti nga servisi publik i gjuhës shqipe, pra këtu në TVM2 për plot 120 minuta me Valbonën dhe Arditën, ku edhe ata do ju sjellin materiale të shumta, informacione të ndryshme, mysafir të ndryshëm, shumë interesante, temat aktuale të cilat i trajtojmë ne gjithmonë në emisionin ton. Unë edhe një herë ju dëshiroj një vikend të mbarë dhe për plot dashuri dhe energji pozitive. Ne takohemi javës që vjen.